Fundjava ka sjell gjallëri në Bregdetin e Velipojës, ku qindra qytetarë nga Shkodra dhe Mëgjër kanë zgjedhur të kalojnë ditën e pushimit pranë detit. Moti i ngrohtë dhe me diell ka favorizuar lëvizjet drejt Bregdetit, duke shënuar një nga fundjavat më të frekuentuara të kësaj pranvere. Plazhi i Velipojës është mbushur me qytetarë të cilët kanë shfrytzuar rrezet e diellit për të shijuar shëtitjet përgjatë bregut, apo edhe kafenet Buzdetit këtë të diel. Për shumë qytetarë, kjo fundjavë ka shërbyer si një arratisje e shkurtër nga rutina e përditshme, ndërsa Velipoja konfirmon edhe një herë se mbetet një ndër destinacionet më të preferuara në veri të vendit për fundjavë e pushime.